Dhjetra infermierë dhe personel teknik që mbi një dekadë kanë status të punës të pasgjidhur dolën në protestë përpara Spitalit Klinik të Tetovës për të shprehur revoltën. Përveç se s'kanë vendime pune, infermierët pohojnë se kanë 3 muaj pa rroga. Se 6 vjet jena me kontratë në vepër. I kena marrë për që dimoj për 3 inë që s'kena marrë rroga. Është premtuar, ama nuk është realizuar. Unë jam 9 vjet për 10 vjet me kontratë në vepër. 4 vjet kam qenë veç pa kontratë, pa rrogë, pa kur gjë. Që tash me kontrata, ma që tash s'kemi as kontrata as për. Kanë kontribuar dhe kolegët tjerë, ama të njëjtët. Besojmë, nëse nuk zgjedhet statusi, do të vazhdojmë. Kemi zgjedhje, presim, ministrat ndrohen, drejtorat ndrohen, neve nuk na hapin asnjë informat. Që ndronim vendin e punës, do të krihet, ama kur do të krihet, atë nuk e di. Sam дека колегите што се над 10 години тие требаше да излезат и малце да се борат. Se jam pa rrogë, që një vjet jam pa rrogë. Pa vendime, pa kontratë, pa kunise. Një vjet kom pa kontratë, shtaj nuk kom as njëse. Do vazhdoni të protestoni nëse nuk zgjidhet problemi ju? Po do vazhdoj. Sa vite ju? Që 2 vjet. Një vjet kom pa kontratë, që një vjet jam pa rrogë. Pas protestës përpara urgjencës së Tetovës, u drejtuan për takim edhe te drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës. Edhe pse kërkuan zgjidhje për statusin e tyre, morën vetëm premtim se drejtoria do të angazhohet për zgjidhjen e statusit. Sipas drejtorit Agim Berisha, marrja e vendimeve nuk varet nga spitali, por nga Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Financave. E drejta e këtyre për protestë është e drejtë demokratike, unë nuk e kontestoj punën e këtyre, veç është dash si grup që duan të protestojnë, vinë të njoftojnë me probleme. Kaq. A mund pritet brenda një muaj? Jo, unë pres brenda muajit të ardhshëm zgjidhet kjo çështje patjetër. Infermierët dhe stafi teknik i spitalit paralajmëruan se do të vazhdojnë me protestat çdo ditë deri në zgjidhjen e përhershme të statusit të tyre.